Këtë kërkesë për... Bë këta vishtë edhe një element të thëmë. Ana më destruktive e kësaj aktakuze është ajo aktakuzë e profilit e saj. Nëse portreti i njeriut ka hund, vesh, sy, fytyrë, ballë. Edhe Kosova në vitet 98-99 ka pas popull, ka pas lëvizje të makinerisë ushtarake dhe policore serbe, ka pas një rezistencë. Për këta prokuror ka ekzistu vetëm një ndërmarrje për bashkët kriminale që ka dashur me vrau kundërshtar politik, asë një Sërbi nuk ekziston. Çfarë të ndimi është kjo? Asë në temper në shkrim të historisë? Nuk ekziston Sërbia në përshkrimin e kësaj aktakuze. Këta kanë kriju UÇK-n për me bën krime kundërshtarëve politik. Kaq përfundon. Ku nuk përmendet për shembull ofanzivat serbe. Vetëm këta e kanë dalë dikënd, janë kriju për të sunduar Kosovën, për të vu pushtetin e tyre. Po kjo do më thonë si kur na jemi kanë shtet i lirë, edhe tash dikush po do me vu një shtet diktatorial. Po jo ne e dim gjithë dhe krejt bota e din, se Serbia ka qenë plot fuqishme këtu, ka pas edhe paramilitar, ka pas edhe tankse të adaptuara, prej të ushtërisi kanë rrymë në gjyrë të kaltër kështë jemë policë, për me të regu para OSBE-s edhe para veshgusë ndërkombëtar që këtu ne jemi një shtet serios. Faktikisht, jo shtet serios, po shtet i cili njërë programatike e ka bërë Kosovën të shprëngullet, të vritet, të ketë 13.000 do thot civil të vrarë, të ketë dhunime, të ketë masakra, të ketë mejen, të ketë reçakon, të ketë izbicen, të ketë, do më thonë... Me këtë që pëndodhë në Hagë, zotë Zyla, a sheni si të nëtem për rishkrim të historisë? Pikrisht, jo, pikrisht kjo është, kjo do të thotë të nalesh dhe të shikosh, për shembull, njerëz të cilët kanë pas, do më thonë, njerëz të cilët kanë shku në Washington, kanë shku në Pentagon, kanë shku kudo, dyrët e hapura i kanë pas në shtetet perëndimore, të përpiqesh ta të bësh një klan, një grup kriminalesh. Kjo faktikisht është përpjekje me zhbon të arriturën më të madhe politiko-ushtarake. Po dhe njerë për thamë është arritur politike, sepse sa për kallashin, ne do të ishëm hala në luft me Serbinë. Por, do më thonë, krimet e shumëta që i bëri Serbia, dhuna që i bëri, e detyroi lindjen e një ushtrije, do më thonë, një forcët armatosur, po e forcë armatosur në raport me ushtritë rregullat e botës, aja ka qenë një ushtri vullnetare, e cila poshtë ka pas farmerka, nalt ka pas një garderob të shkyer ose të vjetruar ushtarake, ka pas një parë qizme të grisura. Sa që Robertsoni... Synimi prokurorisë speciale atje ishte që kishte strukturë hierarkike. Jo, Robertsoni, generali NATO-s, pikërisht kohën e bombardimeve, e ka quajtur thjesht me përkthy në gjuhën shqipe, bje ushtar, kjo është ushtria ushtarëve rjepacak.